Falënderimi dhe lavdërimi i takon Zotit të Madh, i cili është meritor të falënderohet për gjitha mirësitë e dhuruara pa i kërku, dhe ndër mirësitë më të mëdhaja dhe më të begata është se neve si krijesë na dallojnë mesin e gjithë krijesave, me mendje për të dalluar të mirën nga e keqja, me udhëzim për t'i ndihmuar mendjes së shëndosh, udhëzim i cili gjithmonë është në shërbimin e më të shtrenjtës në trupin dhe jetën tonë, ajo është zemra dhe shpirti jonë, është i vetmi udhëzim i cili drejton në mënyrën dhe formatin më të mirë dhe më të sakt në jetën tonë të shkurt, dhe ky udhëzim i begat është i vetmi që na mundson frymën e fundit Allahut faqebartë ja dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriçuar për Muhammed Mustafa, për familjen e tij të ndershëm, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin yrnekin e pejgamberit alayhis salam, yrnek i pashoq, yrnek i përkrym, yrnek i cili gjithmonë është në shërbimin ton, dhe ai i cili ndjek këtë yrnek me plot krenari, me plot nder dhe bururi deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, në këtë hutbë të xumë do të ndalem në dy ajetet e shkurta të surës A'raf, ajeti 175 dhe ajeti 176. Realisht, nëse lexojmë Kur'anin, e shohim se Kur'ani na qaset në dy forma. E para, krahas urdhrave dhe ndalesave që i ka, krahas ligjeve që na i tregon ky Kur'an, në ndërkohë në mesin e ajeteve në mënyrë permanente na tregon edhe shembuj nga e kaluara, qofshin ata shembuj të mirë dhe qofshin ata shembuj të keq. Ne i tregon Allahu shembullin e mirë nga koha e kalume, që na të jemi hallk e këtij zinxhiri për gjenerata që do të vinë pas nesh. Por në të njëjtën kohë Allahu na i tregon edhe shembuj të këqija, që të mos jemi pjesë e shembullit të keq për gjenerata që do të vinë pas neve. Andaj në këtë ajet ose në këto dy ajetet e surës A'raf, Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Watlu alehim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin." O Muhammed, tregoju sahabëve, tregoju njerëzve, dhe le të mbetet kjo e regjistruar në Kur'an për gjenerata që do të vinë pas, që ta lexojnë edhe ta kujtojnë se ka ndodhur një ngjarje dhe një ndodhi shumë e madhe. Ka ndodhur një ngjarje të cilën Zoti e përshkruan në Kur'an me rastin e një njeriu, të cilit Zoti i dha ayat, i dha shumë fakte, i dha shumë argumente për ta njohur Zotin, i dha shumë argumente dhe fakte dhe mirësi dhe begati që t'i përkulet Zotit dhe t'jetë një shembull i mirë për shoqërinë dhe për mbar njerëzien. Fansalakha minha, mirë po ndodhi diçka e madhe. Pas këtë këtyre begative që Zoti ja dha, ky njeri dhe ky person fansalakha minha, i braktisi këto të mira, i la këto të mira. Braktisja nuk është vetëm ja kthi shpinën. Braktisja është me i keqpërdor të mirat. Braktisja është me keqpërdor jetën. Begatit të cilën Zoti na i ka dhënë pa e kërku. Braktisja e mendjes është jo me mohu mendjen, por me keqpërdor mendjen. Braktisja e udhëzimit është jo me lan udhëzimin, por me keqpërdor udhëzimin. Fansalakha minha, kështu thot Zoti i Madh për këtë njeri. Ai e braktisi, fa atba'ahu ash-shaytan, edhe në këtë moment e pushtoi shejtani, fa kana min al-ghawin, dhe ky njeri përfundoi si i devijuar me kretë mira që Zoti ja ka dhënë, me kretë begati që Zoti ja ka dhënë, e ndër më të mirat është Zoti me ta dhënë udhëzimin, me tregu se cila është rruga e udhëtimit në jetën e kësaj dunjaje, që të kalosh faqebardh e të mbrish në ahiret faqebardh.
E këtij njeriu Zoti ja kishte dhënë begatin më të madhe. Mirë po megjithatë, begatia e madhe nuk është kulmi, por kulmi në begati është me rujt atë që Zoti ta ka dhënë deri në frymën e fundit. Allahu në Kur'an tha: "Walau shi'na la rafa'nahu", sikur kishmi dasht me këtë begati dhe me të mirat që ja kemi dhënë, na do ta kishmi lartësu. "Walakinahu akhladahu ila al-ardi wattaba'a hawahu", mirë po ky njeri me kretë mirat që i pat, me kretë begati që i pat, ai anoj nga jeta e kësaj dunjaje e shkurt. Të mirat që ai posedoi i keqpërdori për të mirat e kësaj dunjaje të shkurt. "Wattaba'a hawahu", dhe i pasoi dëshirat e veta. Çka pastaj? "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath wa in tatrukhu yalhath." Allahu në kretë ajetet e Kur'anit, jo besimtarët, jehudët, krishterët, ata që e mohuan Zotin, Allahu i përngjason me përngjasime të ndryshme. Mirë po në këtë ajet, dhe është ajet i vetëm që Allahu jo besimtarin, shkelsin e të mirës, mohuesin e Zotit e përngjasoi me qenin, edhe pse qeni ka veti të mira, por ka edhe veti të këqija, por në këtë kontekst qeni është përdor dhe është përmend në kontekstin negativ dhe në kontekstin e të keqës. Thot ky njeri i cili i mohoi të mirat e Zotit, ky njeri i cili i shkeli të mirat e Zotit, ky njeri i cili i keqpërdori të mirat e Zotit, është sikurse shembulli i qenit in tahmil alayhi yalhath. Nëse e ndjek qenin, ai e nxjerr gjuhën, dhe nëse e lën dhe e braktis qenin, ai përsëri e nxjerr gjuhën. Gjuhën qeni e përdor dhe e nxjerr për dy raste. Para 1400 vjetëve, Allahu e ka përmend qenin dhe i ka përmend detajet e qenit, dhe thot se në dy rastet qeni e nxjerr gjuhën. Shkencëtarisht është vërtetu se qeni e nxjerr gjuhën kur merr frymë, se nuk i mjaftojnë vrymat e hundës, andaj qeni e nxjerr edhe gjuhën dhe e qel gojën që të mjaftohet me oksigjen. Dhe rasti i dytë, pse qeni e qel gojën dhe e nxjerr gjuhën, është se qeni nuk i ka gjandrat e ndjersitjes, sikur si i kemi na dhe i kanë krijesa tjera. Te qeni gjithmonë temperatura e nxehtë është e lartë, sepse gjandrat e ndjersitjes i ka vetëm nën kam. Kështu që e keni pa kur është nxehtë qeni me nxipret dikun me ustrehu në hije, sepse gjithmonë është i nxehtë dhe nxehtësia ja rrit temperaturën qenit. E Allahu në Kur'an shkelsin e të mirave, këtë shpërdorusin e begative të Zotit, e sjell me shembullin e qenit, ai i cili e braktis të mirën, asnjëherë nuk bëhet rahat. Edhe pse qeni e nxjerr gjuhën për ta marrë oksigjenin e duhur dhe të mjaftueshëm, ai përsëri nuk e merr oksigjenin e duhur. Edhe pse qeni strehohet në hije, ai përsëri e ka atë nxehtësi dhe e ka atë siklet. E Allahu në Kur'an e sjell shembullin e njeriut që Zoti e ka begatu me shumë të mira, e ka begatu me udhëzim, e ka begatu me jetë, e ka begatu me shëndet, dhe gjitha këto nëse i keq përdormi, Allahu na i sjell shembullin e qenit, thot ata do të jenë sikur se qeni. Dhalika mathalul ladhina kadhabu bi ayatina. Kjo është shembulli atyre që i përgënjeshtrojnë të mirat e Zotit, që i mohojnë të mirat e Zotit, që i keqpërdorin të mirat e Zotit. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. O ju musliman, o ju që e besoni Zotin, o ju që e besoni pejgamberin alayhis salam, këto fragmente dhe këto ndodhi që Kur'ani na i paraqet nuk janë ndodhi që kanë ndodhur dhe mo nuk përsëriten, por këto ndodhi duhet t'i lexojmë, duhet t'i tregojmë, duhet ta rikujtojmë vetveten se këto janë shembuj që na të ruhemi dhe t'i marrim preventivat dhe të mos jemi hallka e zinxhirit të shembullit të keq për gjeneratat që do të vinë pas. Kush është ky njeri që Zoti e përmendin në Kur'an? O vëllezër të nderuar, ky njeri të cilën Zoti e përmendin në Kur'an nuk ka qenë njeri rëndomt, nuk ka qenë njeri i thjeshtë. Abdullah ibn Mesudi dhe Abdullah ibn Abbasi,
kur i komentojnë këto dy ajetet e Kur'anit, njerëzit më të dishëm në mesin e sahabëve dhe shokëve të pejgamberit alayhis salam, a dini çka kanë thënë për këto dy ajete? Ky njeri të cilin Zoti e ka përmend ka qenë Belam ibn Ba'ura, kështu e ka pas emrin. A dini çka ka qenë ky njeri? Ka qenë njeri më i ditur. Ka qenë njeri më i ditur dhe i spikatur në dijen e tij, në shoqërinë dhe në popullin e tij. Jo vetëm kaq, por ka qenë njeri më i devotshëm dhe i njohur me devotshmërinë e tij. Por jo vetëm kaq, ka qenë njeri me këto epitete dhe me këto mirësi dhe begati, ka qenë njeri i cili e ka ditë dhe e ka njohur emrin e madh të Zotit. Çdo herë që u ka lut Zotit madh, Allahu i është përgjigj në lutjen e tij. Mirë po me gjitha këto privilegje dhe këto të mira, Allahu e përmend këtë njeri për shembull të keq. Pse ndodh kjo, vëllezër të nderuar? Nuk ka ndodh, por kjo histori mund të ndodh dhe ka ndodh edhe në të kaluamën, mund të ndodh edhe sot dhe do të ndodh deri në ditën e Kiametit. A dini pse ndodhi kështu? Dhe a dini pse Zoti e përmend për shembull të keq? Që na të marrim mësim dhe të mos habitemi dhe të mos na habit jeta dhe mirësitë që i kemi në durët e tona, sepse jeta shifet në fund dhe jo gjatë procesit të jetës. Ky njeri ishte me krejt këto privilegje dhe në atë kohë u paraqit Musa alayhis salam, i dërguar i Zotit, me epitet më të lartë se ky njeri që i kishte këto të mirësi dhe këto begati. Dhe kur erdhi Musa alayhis salam me popullin e tij dhe me xhamatin e tij dhe ushtrinë e tij, populli i Belamit i than këtij Belamit, than ne kemi rigjan të ti që ti lutesh Zotit Allahut na i hek qafe Musën alayhis salam. Na i hek qafe, se nëse ky na urdhron, nëse ky na zotron, atëherë do të na ndodh e keqja në shoqërinë tonë. Çka tha Belami në fillim? Sepse ai kishte dije të shëndosh, ai kishte devotshmëri, ai e njifte Zotin. Tha jo, tha nuk ndodh kjo. Nuk ndodh kjo, se nëse unë i lutem Zotit që Allahut na i hek qafe Musën alayhis salam, ne do t'i humbi edhe të mirat e dunjas, por do t'i humbi edhe të mirat e ahiretit. Populli insistoi, xhamati, rrethi, shoqëria insistoi te Belami që ai t'i lutet Zotit, se ishte njeri që ju pranonte lutja. Ai nuk pranoi, mirë po e gjetën mënyrën, sepse kështu shejtani vepron. Shejtani ka shumë rrugë dhe ka shumë mënyra për ta deviju njeriu. I dhan shumë të mira nga jeta e kësaj dunjaje. Apo don dunja, që na kina me dhon dunja. Apo don pare, na kina me dhon pare. Apo don post, na kina me dhon post. A çka don ti? Lyp çka don ti? Mirë po me kusht me realizu dëshirën tonë. Dhe kur ja ofruan Belamit, Belami i e haroi dijen e tij, e haroi devotshmërinë e tij dhe u koncentrua në pasurinë që nuk e kishte pa dhe haroi pasurinë e përhershme dhe haroi se kjo pasuri e dunjas një ditë do të skadon dhe do të vendohet pika e përhershme. Belami i ngriti durr dhe u lut. Mirë po lutja u kthi kundër Belamit. U kthi kundër Belamit, sepse ai u lut kundër një njeriu që kishte ardhur për të mbajtur rendin njerëzor. Ai u lut kundër një pejgamberi të Zotit. Ai u lut kundër një njeriu që ja dëshironte të mirën njeriu, edhe pse ky njeri i kishte gjitha epitetet, ishte i dalluar në shoqëri me të mira që Zoti ja kishte dhënë. Mirë po në momentin që ai i haroi krejt këto, i haroi argumentet e Zotit, i shkeli dhe i keqpërdori të mirat e Zotit, Allahu e bani shembull për keq për mbar njerëzimin deri në ditën e Kiametit. O vëllezër të nderuar, këtë ngjarje dhe këtë ndodhi kur e lexojna, mos ta mendojmë se kjo ka ndodhur një film dhe ka ndodhur një ngjarje dhe mo nuk përsëritet. Fakti që Zoti e ka përmend Kur'an dhe fakti që na e lexojmë dhe e dëgjojmë, na duhet me marr mbi vete dhe këtë shembull na duhet me pa gjithmonë para nesh. Sepse Allahu neve na ka dhënë shumë mirësi, Allahu na ka dhënë shumë begati, na ka dhënë jetën pa e kërku, na i ka dhënë mendjen pa e kërku, na i ka dhënë shëndetin pa e kërku, na i ka dhënë familjen, na ka dhënë pasuri, na ka dhënë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ti mundohesh me i numëru të mirat e Zotit, nuk mundesh me avëndu pikën dhe nuk mundesh me i dalë në fund asnjëherë. Mirë po ke kujdes të mos përsëritet historia e Belamit në jetën tënde e që të
t'jesh halka e zinxhirit të shembullit të keq për gjenerata që do të vinë pas. Andaj vëllezër të nderuar, ky shembull është shembull për kohën tonë, për vendin tonë dhe për çdo kohë deri në ditën e Kiametit. Të diturit gjithmonë i hapet dera e keqës për ta keq përdor dijen. Të pasurit gjithmonë i hapet dera e të keqës për ta keq përdor pasurinë e tij, dhe çdo kujt që i është dhënë një e mirë nga jeta e kësaj dunjaje, gjithmonë e ka një kapixhik për ta keq përdor atë mirësi. Andaj i mençur është ai i cili është vigjilent dhe është i vetëdijshëm dhe është i kthjellët që mirësinë e Zotit që Zoti ja ka dhënë nuk bën kompromis me asnjë të mirë që ja ofron njeriu në emër të keqës dhe në emër të zullumit. Andaj ky shembull le të jetë shembull për jetën tonë si besimtar, që në të mirat që i zotrojmë dhe që i kemi të përvecuar në jetën e shkurt kësaj dunjaje, ti mirë përdorim për të mirën tonë, për vendin tonë, për jetën tonë, të shkurt kësaj dunjaje, e sidomos në adresën e jetës së përtejme. E lu Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, të na kthjell dhe të na zgjoj nga gafleti, ti bashkoj zemrat tona, të na kthjell nga e keqja, që të keqen ta shohim të keqe, edhe të mirën ta shohim të mirë, që të mirën ta shfrytëzojmë për të mirat tona, dhe nga e keqja të marrim preventivat, që të ruhemi duke u mbështet Zotit, duke u lut Zotit se jeta është proces, udhëzimi është proces, e mira dhe çdo e mirë është proces që nuk përfundon sot, por përfundon me frymën e fundit në jetën tonë. Kështu që e lut Zotin e Madh, Allahu të na mundsoj të jetojmë faqebardh dhe të vdesim faqebardh, edhe të ringjallemi para Zotit të Madh faqebardh. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.